mandate një kryeministër. 2 maksimumi. Kryeministri dhe ministrat të mos jenë më deputet, të mos jenë më kryetar partish. Shikojmë kryeministra që janë kryeministër, deputet, në fakt kryetar parlamentit, se ullet atje si padisha në balë parlamentit, edhe kryetari vërtet i parlamentit është një kukull. Kryetar partia, me gjitha pushtetet, kryetari KKRT-s, kryetari Dreqit me të birin, duhet të mbaroj kjo, se nga kjo në vjene gjithë e keqja. 2 mandate e vetëm kryeministër, nuk ka më detyrat tjera. Mbarojnë mandatet gërshëra. Mbarojnë. Dhe e treta, kjo ndoshta mund t'jetë pak radikale, po me që unë njem pak për radikalitet ta që më njojnë, gjyqtarët japin vendime të gabuara, të pa drejta. Kemi rastisur vetë atje, kush e di sa herë, një gjyqtare e fshehur mbas një bangoje, ka që duket koka atje. Pëtë. Qa për thua? Dhe së kupton njeri. Drejtësia të qeneruar. Gjyqtarët të mbajnë përgjegjësi penale për vendimet e tyre të gabuara. Jo thjesht apelo vendimin edhe hetë para, sikur s'ka ndodhur gjë. Se kanë shkatruar jetë njerëzish, jetë familjosh. Kazu. Në e përsëri këtë të gjyqtarët, se nuk e di pse. Masiri i sëri në gjyqtarë. Ka shka mu, Shqipëria re vjen duke zbatuar këto 3 kërkesa. Këto 3 kërkesa në duke minimaliste, nëse do arrim që pas do reqës së këti, edhe të ati tjetrit atje që ishet si kryetari i opozitës, po është një opozit falso që i shërben këti në fakt, të vëm të 3 pika. Kështu vjen Shqipëria re. Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re!